Durrësi, një qytet që mban në gjirin e tij më shumë se 3000 vjet histori. I themeluar nga kolonistët grek të Korkyrës dhe Korintit në vitin 627 PS. Ky qytet u njoh fillimisht me emrin Epidamnos. Shpejt u bë një qendër e fuqishme tregtare në brigjet e Adriatikut, duke u kthyer në portën hyrëse të civilizimeve mesdhetare. Me kalimin e shekujve, Durrësi njohu pushtime romake, bizantine, veneciane dhe osmane. Amfiteatri i madh i periudhës romake, një nga më të mëdhenjt në Ballkan, qëndron ende sot si dëshmi e lavdisë antike. Në kohën e perandorisë romake, ai u quaj Dyrrachium dhe u bë një nyje kyçe e Via Egnatias, rrugës që lidhte Romën me Konstantinopojën. Shekujt pasuan me trazira, luftëra dhe rilindje, por Durrësi gjithnjë ruajti identitetin e tij si një qytet bregdetar me shpirt tregtar dhe kulturor. Në periudhën osmane ai mbeti një qendër e rëndësishme ekonomike, ndërsa në shekullin e me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, Durrësi u bë për një kohë edhe kryeqyteti i vendit. Sot, Durrësi është porti më i madh i Shqipërisë dhe një nga qytetet më të vizituara bregdetare. Me plazhet e tij të gjata, bulevardin Prandetit dhe jetën plot gjallëri, ai është një ndër destinacionet më të dashura për shqiptarët dhe të huaj. Por përveç turizmit, qyteti mbetet edhe një qendër arti, kulture dhe historie, ku çdo rrugicë dhe monument tregon një copës nga e kaluara. Nga antikiteti e deri në ditët tona, Durrësi ka qenë gjithmonë një urë lidhëse mes lindjes dhe perëndimit. Një qytet i lashtë, por gjithmonë i ri në shpirt. Një vend ku historia takohet me modernitetin dhe ku deti flet për të kaluarën, por frymon gjithnjë për të ardhmen.